Po, ju lutem. Unë do doja që të lexoja një kërkesë falje më saktë. Nëse mund ta përmbledhim, është një letër pak e shkurtër, e shkruar nga njëri prej studentëve tanë. Ai drejtohet fillimisht të atit, nënës, vëllait edhe motrës, edhe birit të tij. Edhe i thotë të dashurit e zemrës ime, babai im, mamaja ime, biri im, vllai dhe motra ime, ju kam lënduar prej vitesh tot. Mbase me dashje apo pa dashjen time. E di që jam fajtori dhe për këtë ju kërkoj falje. Me sinqeritet dhe me vepra. E ndërsa sot thot jam i bekuar thot që lexoj në sytë tuaj gëzimin, kjo falje thot është për mua thot nga ju edhe nga Zoti im thot që më ka lejuar që të shpëtohem dhe të shoh dritë. Shumë shpejt thot kam bindjen që ne do të ecim së bashku në gjithë këtë. Në këto 8 muaj thot që unë jam i pastor, kam qëndruar me përkushtim dhe për ulje çdo ditë. Dhe ja frytet që ju po i prekni në jetën time dhe tuajën. Shumë e bukur dhe kjo. Ky është një student i cili kërkon falje, që është besoj aktualisht tek është aktualisht tek ne, por në të njëjtën kohë është edhe biri i dikujt, është edhe vëllai i dikujt tjetër, vllai një motre, vllai një vllai, por është edhe prindi i dikujt tjetër. Edhe ka arritur në atë fazë që ne quajmë që ai është i vetëdijsuar për dëmin që ka shkaktuar. Edhe thotë që motivimi im kryesor sot është gëzimi që shoh në sytë tuaj. Edhe kjo për ne është, kjo në të vërtetë është arritja e punës tonë. Një nga indikatorët që neve shohim është pikërisht kjo gjë, që individi kupton se sa dëm e ka shkaktuar, meqense folëm pak më herët cilët janë indikatorët në punën tuaj, individi sheh edhe vlerëson, jo vetëm vlerëson thjesht me fjalë, por ai nis hapat për të rikrijuar një marrëdhënie të thyer, të dështuar, të lënë mënjan, të shkatëruar me gjithë familjen e tij. Një nga gjërat që ne shpesh shohim, Sonila, është që edhe na motivon në punën që ne bëjmë, janë takimet me prindrit. Ne bëjmë të paktën 12 takime në vit me gjithë prindrit e individëve që janë të përfshirë në program dhe jo vetëm. Kemi dhe prindër që kanë mbaruar fëmijë i tyre, djalë i tyre programin dhe ata vinë si vullnetar për të folur me prindrit e tjerë. Është një takim jashtëzakonshëm. Dhe rastësisht shpeshherë ata ndahen në 2 grupe. Prindrit e ri, që sapo e kanë sjell djalin e tyre në program, dhe prindrit të cilët kanë kohë dhe kanë marrë eksperiencë tashmë. Në këtë pjesën, në këtë krahun këtej ne shohim lot hidhrimi, mosbesimi, dyshimi, sepse nuk e din nëse fëmia e tyre do të jetë i suksesshëm. Në anën tjetër, ne shohim prindër që tashmë kanë kurajë, kanë guxim, kanë një arsye se si mund të motivojnë prindrit e tjerë. Edhe një në vit, ne kemi të paktën kemi ceremoni diplomimi, ne quajmë i diplomojmë, jo vetëm janë studentë sepse lexojnë shumë libra, por dhe marrin një certifikat diplome në përfundim të këtij programi. Dhe bëjmë një festë shumë të madhe, së bashku me gjithë prindrit dhe me gjithë familjarët e tyre. Lotët, dëshmit, edhe inkurajimet që ndajmë në atë ditë janë të paharrueshme dhe janë një motiv për gjithë skuadrën tonë për të thënë që ja vlen të luftojmë qoftë edhe për një të vetëm. Pa diskutim.